me falë namazin. E në veçanti sabaj. Me falë të shtëpia jote. Aja e falë në xhami, aja e falë të shtëpia, dhe thotë nga mënas. O quve ti në sabah, fali sunet e sabaj të shtëpia. Hajde në xhami, fali farzin. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 2 recate sunet sabahit janë më të mira se dunjoja edhe çka ka të. 2 recate e kënon ilhamin, kul ya al-kafirun, e kënon ilhamin kul wallahi, edhe bitis. Ha? Nuk ka tani filozofi e madhe. Ama çka janë më të mira se dunjoja edhe çka ka të. E pra, falë pra namazin e sabahit, e në veçanti me mujtë me falë për shembull sunetin të shtëpia, me gjallë shtëpinë, mëse me bavarë shtëpinë, kapitан. Se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, mos i bani shtëpitë e juaja vorre. Po falni namazin në për shtëpitë e juaj, e çka me falë sunet të shtëpia, e hajde falë farzin në xhami. A e kena qartë këtë punë? E masenema, e falë namaz duhaja, falë namaz natës. Nuk ka më rëndësi, kryesorja ngjallë shtëpinë tonë me namaz. E sa është ka ti falesh ngjallat kush shtëpia jote. Inshallah ngjallën shtëpia tona.